Projektligji mbi barazinë gjinore, drafti i të cilit është depozituar tashmë në Kuvend, ka provokuar një debat të gjerë publik. Nga njëra anë qëndrojnë mbështetësit e këtij projektligji, të cilin termin burr dhe grua e kanë zëvendësuar me termin gjini, ndërkohë që në anën tjetër qëndrojnë kritikët. Organizatat e shoqërisë civile dhe aktivistët në mbrojtje të drejtave të njerëzit e konsiderojnë këtë projekt ligj një hap të domosdoshëm drejt standardeve europiane, duke e quajtur atë si një instrument kundër diskriminimit dhe stereotipeve. Drafti i përfunduar zgjeron konceptin e gjinisë dhe kjo nënkupton njohjen ligjore të identiteteve gjinore përtej ndarjes tradicionale burr-grua dhe të drejtave të individëve për të deklaruar hapur shprehjen e tyre gjinore, ndërsa kritikët, përfshi këtu komunitetet fetare dhe disa figura të njohura, e shohin atë si një hap që godet rënd familjen tradicionale. Tashmë i mbetet Kuvendit të miratojë apo jo këtë projekt ligj. Projektligji mbi barazinë gjinore, drafti i të cilit është depozituar tashmë në Kuvend, ka provokuar një debat të gjerë publik. Nga njëra anë qëndrojnë mbështetësit e këtij projektligji, të cilin termin burr dhe grua e kanë zëvendësuar me termin gjini, ndërkohë që në anën tjetër qëndrojnë kritikët. Organizatat e shoqërisë civile dhe aktivistët në mbrojtje të drejtave të njerëzit e konsiderojnë këtë projekt ligj një hap të domosdoshëm drejt standardeve europiane, duke e quajtur atë si një instrument kundër diskriminimit dhe stereotipeve. Drafti i përfunduar zgjeron konceptin e gjinisë dhe kjo nënkupton njohjen ligjore të identiteteve gjinore përtej ndarjes tradicionale burr-grua dhe të drejtave të individëve për të deklaruar hapur shprehjen e tyre gjinore, ndërsa kritikët, përfshi këtu komunitetet fetare dhe disa figura të njohura, e shohin atë si një hap që godet rënd familjen tradicionale. Tashmë i mbetet Kuvendit të miratojë apo jo këtë projekt ligj.